Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, do të flasim në këtë pjesë të tretë për zhvillimet ndërkombëtare, konkretisht do të ndalemi tek zhvillimet më të fundit në luftën Rusi-Ukrainë. Sulmet janë intensifikuar, ndërsa presidenti Zelenski u ka bërë thirrje aleatëve për vendime më të forta. Do të flasim në lidhje me këto zhvillime drejt për drejt në bisedë me mua do të jetë zoti Misha Pumo, gazetar në Rusi. Zoti Pumo, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, shkënaqësi. Ditët e fundit janë shtuar sulmet ruse ndaj Ukrainës, ndërkohë presidenti i Ukrainës ka bërë thirrje për vendime më të forta të aleatëve. Çfarë pritet nga partnerët perëndimor? Mendoj që do të ketë një riaktivizim të përpjekjeve për të arritur paqen. Besoj që emisarët amerikan Witkoff dhe Kushner marrin drejtimin e Moskës pasi të kenë përfunduar misionin e tyre në lindjen e mesme. Kohët e fundit, 2 javët e fundit të paktën, janë intensifikuar kontaktet mes presidentit rus dhe kolegut të tij amerikan, si le të themi një arsye kontakti ka qenë radhë të parë kur 2 javë përpara presidenti rus uroi me përzemërsi dhe i pari e uroi presidentin amerikan për ditëlindjen, pastaj kanë qenë edhe gjithashtu urimet për ditën e pavarësisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku edhe ekspertë ndryshëm vënë re që Rusia si ishte më e përzemërt çuditërisht me Trumpin dhe gjithashtu edhe Lavrovi, më tepër se sa perëndimor. Kjo nuk do të thotë që Rusia e konsideron në Shtetet Bashkuara të Amerikës aleatën e vet, e ka të qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithsesi nuk janë një pjesë neutrale e konfliktit, po janë një pjesë aktive dhe që ndihmon Ukrainën aktivisht, qoftë me informacione të zbulimit, qoftë me telekomunikacion, me në lidhje sputnike etj. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës nga njëra anë janë përpjekur në mënyrë të vazhdueshme gjatë këtyre muajve të rianimojnë një çik iniciativën e paqes dhe ndoshta tash pritet edhe një lëshim ndoshta nga ana e Ukrainës, sepse dhe Rusia është e fiksuar domethënë me territoret e Donbasit, ka të ngjarë vetë presidentët e kanë diskutuar sërish këtë temë. Në front situata po ndryshon me pak shpejtësi, le të themi, për të mos thënë fare, po ka disa ndryshime. Ka një marrje të një qyteti të rëndësishëm në Donbas prej rusëve dhe 2 qytetet e fundit që kanë mbetur, Slavjansk dhe Kramatorsk, janë pikpyetja nëse Rusia do të lëshonte ato apo do të insistonte për marrjen e tyre. Nga ana tjetër, vetë presidenti Trump ka deklaruar që ka folur edhe me homologun e tij Ukrainës Zelenski dhe ka të ngjarë, po është tashmë fiksuar, është e sigurt që ai do të takohet në sheshet e samitit të NATO-s në Turqi me Zelenski dhe pastaj do të rimarrë në Putinin. Pra është tashmë një tentativë e hapur e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe administratës amerikane për të arritur në një mënyrë paqe. Pra janë sinjale reale, le të themi, për negociata këto? Qoftë edhe biseda telefonike? Tjetër gjë se çfarë do të arrihet, por që janë përpjekje të qarta, domethënë këto janë kjo është e sigurt, domethënë ai ka folur biles iniciativa e telefonatës së fundit ka qenë nga presidenti Trump, pra është ai që ka marrë vetë Putinin pastaj në telefon dhe do ta rimarrë siç kanë dakord mbas arritjeve që do ketë të mundshme me Zelenskin. Dhe një gjë që nuk u thash shumë, në ndihmësi i Putinit, Ushakov deklaroi që të gjitha pikat që u diskutuan janë të tashmë të ditura, domethënë Rusia qëndron në pozitat e për paqe, por me kushtet e vet. Por nga ana tjetër, vura re që presidenti Trump po tregonte Rusisë karotën, le të themi, duke që Rusia do të ketë shumë avantazhe me heqjen e sanksioneve dhe marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të zhvillohen në mënyrë shumë të fuqishme nëse përfundon lufta.
Ndërkohë, edhe vetë presidenti rus Vladimir Putin pranoi se sulmet Ukrainas se kanë ndikuar në infrastrukturën energjetike dhe logjistikën ruse. Në fakt, sa serioze është situata dhe apo mundohen të dyja palët, qoftë Ukraina edhe Rusia, të përfitojnë nga këto momente për të marrë sa më shumë që në rast të negociatash të kenë përfituar secila? Sensacioni është i tillë që goditjet janë dhimbshme për të dyja palët. Biles vetë presidenti Putin ka deklaruar që palja Ukrainë ka ofruar Rusisë, le të them, heqjen dorë nga goditjet në thellësi të territorit. Pra nuk është vetëm Ukraina që godet në mënyrë të fortë dhe duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe njerëzore, por edhe Rusia sigurisht shkakton dëmtime dhe katrime katastrofike tashmë, sidomos në Kiev. Dje kishte parë pamjet e një shpërthimi të një uzine sekrete, ndoshta, po shpërthimi i saj ishte aq i madh sa ishte armë bërthamore. Dhe flitej që ky ishte uzina e mbledhjes raketave Neptun të Ukrainës. Gjithsesi, lufta patën dhe ushtria sigurisht që ka humbje të mëdha nga të dyja anët. Nuk dihet eksaktësisht dhe të gjitha spekulimet për numrin e viktimave është me hamendje, por dihet një gjë është e sigurt që ato humbjet janë të jashtëzakonisht të mëdha për të dyja palët. Dhe sigurisht që edhe popullata respektive është e lodhur me këtë luftë që po zgjat më tepër se lufta e dytë botërore për rusët, faktikisht, por dhe për Ukrainën gjithashtu. Prandaj është logjike në mënyrë paqeje, por doj që gjithsesi Rusia do të kërkojë të dalë nga kjo luftë në një farë mënyre, le të themi, në mënyrë toze sipas saj, duke konsideruar vetë shpallur veten fitues. Në fakt, sulmet ukrainase, qoftë edhe mbi Krime, janë shtuar ndjeshëm. Çfarë ndikimi kanë këto sulme në operacionet ushtarake ruse? Dhe nga ana tjetër edhe si po komentojnë, qoftë nga perceptimi i publiku, qoftë edhe nga analistët në Rusi? Po, është e qartë, në Rusi nuk bëjnë sekret, domethënë në këtë drejtim që edhe në Krime, po jo vetëm janë goditur jo vetëm me impiante të ndryshme të naftës apo ushtarake, por edhe thjesht komunikacionet, rrugët, domethënë bombardohen edhe thjesht kamionet në rrugë. Pra është një farë terrorizmi rrugor, dhe kjo sigurisht që ka bërë që një farë mënyrë të Krimea të jetë disi izoluar nga furnizimet dhe ka probleme energjetike, domethënë ka pasur masa të ndryshme të rrepta, një bilet kanë shpallur dhe në zonë emergjente Krimen, ku ka dime për popullatën me benzinë. Gjithashtu qytete të ndryshme në vende të ndryshme të Rusisë, për shembull sot ka pasur një lajm që janë përpjekur të godasin në thellësi të Siberisë, në qytetin e Omskut, një rafineri të naftës. Pra kjo flasim për 2000-3000 kilometra larg frontit. Pra gjithashtu po intensifikohen sulmet e Ukrainës, po nga ana tjetër do të thojë një diçka që tashmë është vëndukje, kur përqendrimi i forcave kundërajrore domethënë i madh, në një farë mënyrë këto drones gjithsesi ndalohen, sepse le të themi që ka pasur goditje në Moskë, në inat e Moskës, në perimetrin e saj, ka qenë goditur një rafineri e naftës Kapone që quhet në rrethinat e Moskës, po brenda në Moskë de facto janë dërguar për shembull ditën e kaluar, weekendin e kaluar mbi 200 dronë dhe të gjithë ishin gëzuar, domethënë, ndërsa në rajonin e Moskës ka pasur 18 plagos dhe dëme materiale. Pse ky ritëm i ri luftimesh, le të themi, në këtë moment? Këtu punon industria e luftës e Ukrainës, po gjithë industria e luftës e vendeve të NATO-s. Furnizimi është i drejt për drejt dhe ai nuk fshihet nga vendet e NATO-s tashmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës flitet që biles edhe Financial Times ka deklaruar që zbulimi amerikan i jep informata le të themi ukrainase për objektet koordinatat ku të godasin në thellësi të Rusisë. A pritën ofensiva të reja gjatë muajve të verës?
Nuk besoj që do ketë ofensiva të mirëfillta, do me thënë të mëdha gjigante, pasi këto janë gjithmonë pala që sulmon, është humbet pastaj në fushën e pjesë më tepër, dhe për të ruajtur fuqinë njerëzore ndoshta limitohen këto sulme. Nga ana tjetër, në qytetin Konstantinov ka që flitet që është marrë, është deklaruar që është marrë, deklaruar nga rusët, për gënjeshtrojnë. Mirë po, problemi për shembull i fundit ishte që në rrugët e Konstantinovit ka shumë të vrarë ushtarë ukrainë, që rusët i kanë ofruar Ukrainës që t'i dërtojnë, dhe fatkeqësisht Ukraina ka refuzuar propozime të tilla. Paralelisht me këtë ka pasur, domethënë, dëshirën e 20 agjencive të lajmeve botërore për të vajtur, për të verifikuar për të së drejti, le të themi, të lajm. Nuk dihet a se ta është, domethënë, e vërtet, domethënë, ajo mënyra se si zotërojnë qytetin e Konstantinovit apo gërmallat e saj, tash bëhet fjalë, por problemi është që kur një qytet lirohet apo zihet nga një tjetër, prapse prapa ai qytet mbetet një zonë e gri ku kontrollohet bëhet një kile tonë, le të themi, ku kontrollohet nga dronët e të dyja dhe prandaj nuk mund të thuhet me 100% që ai zotërohet nga njëra apo pala tjetër. Ndërkohë, do të mbahet edhe samiti NATO-s në Ankara dhe në deklaratat e saj Ursula von der Leyen tha se do të diskutohet në këtë samit edhe për sa i përket ofrimit të një ndihme në mbrojtjen ajrore për sa i përket Ukrainës. Çfarë pritet të ndodh? Besoj që Ukraina do të kuptojë me insistim sistemet Patriot, sepse në sulmet e fundit të Rusisë doli në pak që thuhet se Zelenski ka deklaruar që ata nuk kanë rrëzuar dot asnjë raketë ruse me sulmin e fundit, ku 20 e ca kanë marrë goditje, kanë bërë goditje të saktuara në vendet të qytetit të Kievit, për shembull. Dhe gjithmonë më i dobësuar në qoftë se në anën e dronëve Ukraina ka ecur para dhe mendimet e timit ka arritur të sofistikojë prodhimet luftarake dhe të dronëve, për sa i përket të forcave kundërajrore, ato vlen dhe nuk janë në gjendje të përballojnë sulmet e vazhdueshme të rusëve. Sanksionet në ekonominë ruse si po ndikojnë momentalisht? Sanksionet janë të pranishme, janë të papëlqyeshme, janë të bezdishme, por nuk janë vendimtare për të krijuar një kollaps apo një krizë, apo domethënë jeta vazhdon si zakonisht, domethënë njerëzit janë me mirë kuptimin. Kjo ndikon çmimeve, për fatkeqësisht, domethënë me këto sanksione fillojnë të zhduken mallra perëndimore që kanë qenë të pranishëm në vitet e para të luftës, por gjithsesi nuk janë vendimtare, do të thoja, për të detyruar Rusin të ndaloj luftën apo të ndryshojë kursin e saj. Zoti Pomod, cilat janë skenaret më të mundshme, le të themi, të përfundimit të kësaj lufte? Pra do të ketë një armpushim, një marrëveshje paqe, apo në fund mund të ketë edhe një luftë të zgjatur? Domethënë, s'kanë qenë dhe sinjalizimet e fundit të shërbimeve sekrete amerikane që Rusia ka ndërmend të sulmojë Polonin, për shembull, unë mendoj që këto janë një rebus, një lojë e zbulimeve sekrete të palëve respektive. Rusia të hedhë një lajm të rreme apo një informat të rreme, që pastaj të gëlltitet nga shërbimet perëndimore për të kuptuar gatishmërinë apo gjendjen nivelin e gatishmërisë së vendeve perëndimore. Nga ana tjetër nuk besoj se jam me 99.99% i bindur që asnjë lloj lufte mes Rusisë dhe vendeve perëndimore nuk do të ketë, për shumë arsye. E para arsyeja është që ka asnjë interesi për të goditur vendet perëndimore. E dyta që nuk ka takat për të goditur vendet perëndimore. E treta është sepse është kundër logjikës dhe Rusia është interesuar që me vendet perëndimore të tregtojë, të shesi gazin, naftën dhe të marrë teknologji dhe prodhime të ndryshme që disponon Europa perëndimore që janë si sot. Kjo është, domethënë, dëshira e Rusisë, domethënë e fshehtë apo e hapur, gjithsesi që mund të marrë formë vetëm
ndryshohen regjimet respektive në vendet e ndryshme të botës, përfshirë Rusinë dhe Europën Perëndimore. Që nga fillimi i pushtimit në 2022 sa ka ndryshuar dhe si ka ndryshuar strategjia e kësaj lufte? Për këtë vërtoi biles dje sekretari i zëdhënësi i Kremlinit të Peskov, që deklaroi që fillimisht ky ka qenë një operacion i kufizuar ushtarak që pritet të mos shumë, duke goditur disa objekte dhe duke detyruar Ukrainën për ato kushte që kishte Rusia, por me përfshirjen e vendeve të NATO në konflikt, kjo është shndruar tashmë tekstualisht kështu tha, është shndruar në një luftë të mirëfillt dhe dialektika është e tillë që ka një operacion i kufizuar ushtarak, tash është bërë një luftë e mirëfillt mes vendeve të Perëndimit në së bashku dhe Rusisë nga. A ka një mesazh që të dy vende, qoftë Ukraina, qoftë Rusia, duat i përcjellin njëra tjetrës me intensifikimin e këtyre sulmeve të ditëve të fundit? Mendoj që të dyja palët nuk e duan shumë paqen. Nëse do ta vendosin paqen, do ta vendosin me tryezësinë e vendeve të ndryshme, përfshirë të Bashkuara të Amerikës, që në këtë moment janë sponsorituar kryesor për të ndaluar republikanëve i duhet shumë një paqe në Ukrainë, do të ishte shumë me liverdi dhe me interes prak të zgjidhjeve të ardhshme pres që republikanët të rimerrin, le të themi, frenat e gjeopolitikës si të brendshme ashtu dhe të jashtme, por parë gjithashtu dhe rezultatet e le të themi mendimeve të exit polleve të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku demokratët kanë filluar të bëjnë më tepër popularitet. Nga ana tjetër, është problem problematike sepse administrata amerikane nuk është aq, le të themi, e ndikueshme ndaj ukrainësve që kanë gjithashtu ndikim, domethënë ndaj Ukrainës kanë ndikim Britania sigurisht dhe Gjermania me Francën. Dhe këto vende janë ata që mund të ofrojnë një, le të themi, një ta bëjnë, le të themi, më të disponueshme për paqe. Nga ana tjetër, dhe Putini ka shqetësimet e veta, do të thoja, sepse lufta ka shumë dhe qeveria popullore kuptohet që nuk mund të jetë e pishme. Domethënë në kuptimin që brin tyre më saktë. Prandaj mund të them që një paqe e mundshme është e mundur dhe të jetë biles edhe një pikë strategjike për ndryshimin e marrëdhënieve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë në drejtim të le të themi bashkëpunimit në shumë fusha, dëshira por situata në qoftë se Ukraina do të vazhdojë, domethënë të godasë në thellësitë të territorit objekte të ndryshme, kjo do të sillte ndinjimin më tejshëm të popullatës dhe një lanç për Putinin për të vazhduar luftën deri në eliminimin total të regjimit të Kievit. Me çfarë do të përballej Rusia nëse do të vazhdonte për një kohë të pacaktuar për shumë muaj ky konflikt? Nga ana, le të themi, e ekzistencës, pavarësisht se ekonomia ruse padyshim është goditur dhe goditur goxha, sepse nuk mund të ekzistojnë finaret e luftës vazhdimisht, edhe ku GDP më tepër se 7% shkon më tepër shkon për luftë. Por mendoj që gjithsesi Rusia disponon akoma një rezervë të shkencore, të aftësive mendore të shkencëtarëve të ndryshëm e tjerë për të forcuar mundësitë e prodhimit të ushtarak të Rusisë. Nga ana tjetër, pasur një ekonomi, do të thoja, të dobët, nuk i përgjigjet, le të themi, nevojave të ushtrisë luftës që po ndodh. Prandaj është 50-50 mundësia e Rusisë për të rezistuar, por qoftë se larg lufta do shndrohet në një luftë për ekzistencë, gjë që nuk ndodh për momentin, por nëse kjo luftë do bëhet një luftë për ekzistencë për Rusinë, pa hezitim Kremlini mund të përdorte edhe armë qoftë të kufizuar, por bërthamore. E qartë. Zoti Puma, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ju lutem, kënaqësia ime.
Mirë, do shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare. Në pjesën e fundit do të flasim për sportin, do të ndiqni një material ku do të ndiqni intervistën e Rahman Hallaçi, trajner i Librazhdit. Ndërkohë bashkë ndajmë këtu.